Atë lëvizjes se një vëzici të një kompanije nën kontraktore, duke lëvizur mbrapa e ka shkelur të punëtorin. I keni qume njëherë inspektorët të vdekja e punëtorit Kekut, qysho gjendja, qka jënë rezultatet preliminare të këtij inspektimi fillestar? Falënderit Jeta, përshëndetje për ju dhe mediumin përgjithësi. Ashtu si që thatë, është vërtet sot aty nga ora 10 kemi pranuar një informat për një aksident me fatalitet në hapësirat e kompanisë ndërmarrjes publike Keku. Me të marrë informatën, inspektorët e punës kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe kanë konstatuar, dhënat preliminare gjithsesi, kanë konstatuar që kemi të bëjmë me një aksident ku për pasojë është i vdekur një punëtor, i cili me pozitë ka qenë punëtor roje, thuja sigurimi, edhe gjatë lëvizjes se një vëzici të një kompanije nën kontraktore, duke lëvizur mbrapa e ka shkelur të punëtorin. Shfrytëzoj rastin familjes, bashkëpunëtorëve dhe gjithëve që shprehim ngushëllimet sinqerta. Vërtet një lajm që na ka shqetësuar gjithëve, mirë po kjo është realiteti.